Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shpallur zyrtarisht në Davos të Zvicrës nismën e re ndërkombëtare të quajtur Bordi i Paqes, një strukturë që synon të përfshijë liderët botëror në përpjekjet për zgjidhjen e konflikteve dhe ndërtimin e paqes globale. Ceremonia në shkrimit u zhvillua në kuadër të forumit ekonomik botëror dhe mblodhi një numër të kufizuar liderësh, të cilët Trump i cilësoi si grupin e parë themelues. Mes 19 liderëve që nënshkruan pjesëmarrjen në këtë bord, ishte edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, e cila u shfaq si e vetmja grua në mesin e krerëve të shteteve të pranishëm në skenë pranë presidentit amerikan. Ajo ul pranë presidentit Donald Trump dhe firmosi për përfshirjen e Kosovës në këtë bord ndërkombëtar. Prania e saj u interpretua si një sinjal i përfshirjes së Kosovës në iniciativa të reja ndërkombëtare, të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, mbas firmosjes për pjesëmarrjen e Kosovës për Bordin e Paqes, theksoi mirënjohjen dhe krenarinë e vendit të saj për mbështetjen amerikane që ka sjell paqe në Kosovë. Ajo shpreu besimin e saj në udhëheqjen e presidentit Trump dhe të ekipit të tij, duke nënvizuar se përmes Bordit të Paqes, Kosova dhe liderët e tjerë do të japin kontributin e tyre për të ruajtur jetët dhe për të promovuar paqen në mbar botën, duke u bazuar në përvojën e saj si fëmijë luftës. Coming from a country, the Republic of Kosovo, a country that was torn by war, and a country that today lives in... Së pari dua të them se duke ardhur nga një vend si Republika e Kosovës, e cila u shkatërua nga lufta dhe tani jeton në paqe, falu udhëheqjes amerikane, jemi jashtëzakonisht mirënjohës dhe krenar që qëndrojmë pranë presidentit Trump në këtë nismë të re dhe këtë organizatë ndërkombëtare për paqen. Jam shpresplot dhe bindur se kjo do të ndihmojë vendet në mbar botën të arrijnë paqen që meritojnë dhe paqen që ne tani e shijojmë fal vendeve që qëndruan pranë nesh. Unë besoj fuqishëm në udhëheqjen e presidentit Trump dhe të ekipit të tij, dhe tani së bashku me liderët e tjerë që u bashkuan Bordit të Paqes, kemi mundësinë të japim kontributin ton përmes ekspertizës dhe mbështetjes së gjerë për të siguruar që ky plan të funksionojë. Në qendër të çdo gjëje që bëjmë janë jetët e njerëzve. Kjo ka të bëjë me shpëtimin e jetëve. E di këtë nga përvoja ime. Ne u ritëm si fëmijë të luftës, të gjithë ne në gjeneratën tonë. Dhe sot, fal udhëheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shumë vendeve të tjera që qëndruan pranë nesh, tani mund të kthehemi dhe të ndihmojmë për të siguruar dhe ruajtur paqen. Gjatë paraqitjes së tij, Trump theksoi se iniciativa po gjen interes të gjerë ndërkombëtar dhe se 10 shtete janë të përfshira në përpjekjet për stabilizimin e situatës në lindjen e mesme. Ai përsëriti gjithashtu pretendimin se administrata e tij ka pasur rol vendimtar në çështjen e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, duke paraqitur Bordin e Paqes si një mekanizëm që synon veprim të drejtpërdrejtë dhe vendimarrje të shpejtë. Megjithatë, nisma ka nxitur reagime të përzierë në arenën ndërkombëtare. Disa aleatë të rëndësishëm të Shteteve të Bashkuara kanë shprehur hezitim ose kanë refuzuar pjesëmarrjen duke ngritur shqetësime për qasjen e njëanshme të diplomacisë amerikane dhe për rolin e kufizuar të Kombeve të Bashkuara në këtë strukturë të re. Rezervat janë shfaqur veçanërisht në disa vende europiane, ku pjesëmarrja në një bord të udhëhequr drejt për drejt nga një lider tjetër shihet si problematike në aspektin kushtetues dhe institucional. Nga ana e saj, presidentja Osmani e ka vlerësuar ftesën për Kosovën si një moment me rëndësi të veçantë historike, duke konsideruar antarësimin në Bordin e Paqes si një hap drejt forcimit të subjektivitetit ndërkombëtar të vendit. Sipas saj, përfshirja e Kosovës reflekton njohjen e përvojës së saj në shtendërtim, ndërtimin e paqes dhe krijimin e aleancave strategjike. Ajo ka sqaruar se pjesëmarrja nuk përfshin detyrime financiare të detyrueshme, ndërsa kontributi i Kosovës pritet të jetë kryesisht përmes përvojës dhe angazhimit diplomatik. Disa aleat kryesor përfshirë Mbretërinë e Bashkuar kanë vendosur të mos nënshkruajnë për momentin. Sekretarja jashtme britanike Yvette Cooper tha se shqetësimet lidhen me rolin e mundshëm të presidentit rus Vladimir Putin dhe mungesën e sinjaleve për angazhim në Ukrainë. Arabia Saudite, Turqia, Egjipti dhe Izraeli kanë konfirmuar pjesëmarrjen, ndërsa Kremlini po shqyrton ofertën e Trump. Në aspektin institucional, mbeten ende të paqarta kompetencat konkrete
dhe shtrirja autoritetit të Bordit të Paqes përtej mandatit fillestar të fokusuar në Gaza. Dokumentet themeluese parashikojnë një rol qendror dhe vendimarrës për presidentin amerikan, përfshirë kompetenca të gjera ekzekutive, çka ka shtuar debatet mbi balancën e pushtetit brenda kësaj strukture dhe raportin e saj me mekanizmat ekzistues ndërkombëtar.